Fjolla shpërthen krejtësisht dhe situata merr një kthes shumë të tensionuar, kur ajo tenton t'i afrohet Labinotit me nerva të papërmbajtura, duke treguar qartë se ka humbur durimin. E revoltuar nga fjalët dhe akuzat që ai kishte bërë më herët, Fjolla reagon ashpër dhe përpiqet ta përballë drejt për drejt, duke i folur me tone shumë të larta dhe plot zemërim. Ajo e ofendon rënd Labinotin, duke e pyetur me mllef se kujt po i drejtohet me ato fjalë dhe duke e quajtur atë të padenjë për të gjykuar këdo. Në mes të debatit, Fjolla e kthen situatën edhe më personale, duke e fyer Labinotin dhe duke e përmendur familjen e tij, gjë që e ndes edhe më shumë konfliktin. Fjalët e saj janë të ashpra dhe të drejtpërdrejta, të mbushura me nervozizëm dhe zhgënjim, ndërsa ajo i afrohet gjithnjë e më shumë, duke krijuar një atmosferë shumë të rrezikshme për përshkallëzim. Banorët e tjerë e kuptojnë menjëherë se situata po del jashtë kontrollit dhe se çdo moment mund të ndodhë diçka më e rëndë. Në këtë moment, Ana çohet menjëherë në këmbë sapo e sheh përplasjen që po ndodh. Ajo i afrohet me shpejtësi Fjollës dhe Labinotit, duke tentuar të ndërhyjë dhe të ndalë përshkallëzimin e konfliktit. Ana përpiqet t'i qetësojë, duke u futur mes tyre dhe duke u kërkuar të ulin tonet, ndërsa tensioni në dhomë është i prekshëm. Zërat janë të lartë, nervat të tendosur dhe askush nuk duket i gatshëm të tërhiqet. Fjolla vazhdon të flasë me zemërim, duke u ndjerë e fyer dhe e poshtëruar nga akuzat që i janë bërë, ndërsa Labinoti nuk mbetet pas dhe përpiqet të përgjigjet, gjë që vetëm sa e ndes edhe më shumë debatin. Banorët e tjerë mblidhen rreth tyre, disa duke tentuar t'i ndajnë fizikisht, të tjerë duke bërtitur që të ndalen dhe të mos e çojnë situatën më tej. Atmosfera në shtëpi bëhet shumë e rëndë, me tension, nervozizëm dhe një ndjesi se konflikti ka kaluar çdo kufiloje. Ky moment shënon një nga përplasjet më të forta deri tani, ku fjalët e rënda, afrimi fizik dhe ndërhyrja e banorëve tregojnë se